Sot jemi mbledhur në një nga forumet më të rëndësishme vjetore, për të cilët Invest e ka të përvitshme, pasi nuk flasin vetëm për investimet, nuk flasin vetëm për një ekonomi cashless, por flasin për impaktin që ato duhet t'i japin vendit tonë, konsumatorit, tregut dhe sipërmarrjeve. Të gjitha këto indicie dhe incentiva që së bashku me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, së bashku dhe me Vizën partner zyrtar, për të cilën jo vetëm na mbështet, por edhe investon në tregun shqiptar, pagesa digjitale për neve nuk janë një sfidë. Ato janë një oportunitet për të cilin ne ja sjellim të gjithë SME-ve, mikro SME-ve, femrave në sipërmarrjes, kur kemi lançuar edhe thirrjen më të fundit të She's Next, pra një platformë e cila subvencionon startupet e reja. Dhe nga ana tjetër janë shumë indicie dhe projekte të cilat kapin impaktet, por jo vetëm në investim, por edhe ato mjedisore të punësimit, edhe në impaktet edhe në të gjithë kthimin e investimeve që themi ne për ekonominë shqiptare. Të gjitha këto janë një indicie për të cilat i japin një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, i japin krijime vendesh edhe oportunitete të reja për vende pune, jo vetëm për të rinjtë dhe gratë sipërmarrëse, por për të gjithë. Ndaj bizneset tashmë po sensibilizohen që të përdorin pagesa digjitale, jo vetëm për të formalizuar ekonominë tonë, por për të formalizuar subjektet e tyre. Pse? Sepse ata bëhen subjekt i rritjes së qëndrueshme të zhvillimit edhe të biznesit të tyre. Ndaj ne jemi shumë të thjeshtë në komunikime me ta dhe do jemi intensivisht në komunikime interaktive në vitet e ardhshme, pasi strategjia 2 vjeçare kombëtare e strategjisë cashless është një nga programet për të cilat vjen vetëm në funksion dhe vetëm në suport të sipërmarrjes shqiptare. Ju thash që nuk është formalizimi i ekonomisë, patjetër që ajo është një hyrje direkte, por është shumë e rëndësishme që vetë bizneset të zhvillohen dhe të kenë aftësi dhe akses në financë për të rritur, për të zhvilluar, për të kontribuar në mjedis, duke diversifikuar alternativisht mundësitë e tyre, dhe nga ana tjetër për të dhënë më shumë mundësi tregut të punës, sepse mendoj që kjo është e gjithë ajo chaini ose zinxhiri që ne po krijojmë që të funksionojë një ekonomi e qëndrueshme. Ndaj të tilla incentiva janë të shpeshta, jo vetëm nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, por nga të gjithë aktorët e ekosistemit të cilën janë brenda sistemit të pagesave. Pra, ne komunikojmë me institucionet financiare, me Bankën e Shqipërisë, pra janë të gjithë aktorët të lidhur me njëri tjetrin për ta implementuar këtë fash strategjie në një mënyrë kaq organike, por nga ana tjetër do dhe komunikimin edhe edukimin e konsumatorit. Ndaj, ne jemi këtu pikërisht për të bërë këtë ndërlidhje. Ky nuk do të jetë as aktiviteti i fundit, por janë si parë për të cilat ne mbledhim të gjithë aktorët fundamental të tregut të ekosistemit për të shërbyer dhe për të sjellë incentivën më lehtësuese për të gjithë tregun edhe për gjithë sipërmarrjen shqiptare. Konkretisht sot do të prezantohet një projekt i Merfield, një projekt konkret. Incentiva ka të bëjë me tourism destination. Pra ne Shqipërinë kemi një nga vendet e destinacionit turistik botror. Dhe së bashku me Vizën e propozojmë një program për të cilin e bën Shqipërinë dhe e liston Shqipërinë njësoj si Parisi, njësoj si Roma, pra të gjitha ato destinacione mbar botërore të cilat kanë fokus turizmin. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me konsumatorin vendas, kjo ka të bëjë edhe me turistët e huaj, për të cilët le të themi janë një ardhur shumë e madhe e GDP-s edhe e ekonomisë shqiptare. Ndaj ne duam që pikërisht këto facilitete dhe këto mundësi oportunitete mos t'i humb as kontribori, pra as sipërmarrësi i cili ofron shërbimin apo shet një produkt, as konsumatori që mund të jetë i huaj apo vendas të humb mundësinë për të blerë dhe për të patur një transakcion ekonomik dhe financiar. Pikërisht këto janë ato mundësitë që ne japim, oportunitete konkrete për të cilat asnjëri mos humb, por vetëm ata të fitojnë të dy palët. Ne jemi të shtrirë edhe në Kosovë, edhe në rajon dhe kemi parë një diferencë shumë pozitive në tregun shqiptar. Janë vërtet të interesuar dhe nuk është puna se nuk duan ti pranojnë. Problemi është e vetmja gjë që duam të shohim është pse nuk përdoret për çdo transakcion. Pra, domethënë ka disa barriera të cilat ne duam ti analizojmë së bashku me Bankën Qendrore të Shqipërisë për të kuptuar që kjo nuk është thjesht një marrëdhënie tregtare. Një transakcion tregtar, një pagesë digjitale. Pra nuk është kjo. Kjo është një mjet për të cilin ne ofrojmë. Zgjidhja dhe oportuniteti që i krijohet kësaj sipërmarrjes dhe konsumatorit, kjo është ndërlidhja e zinxhirit që ne duam të bëjmë në këtë treg. Dhe të themi të drejtën, jemi shumë të kënaqur me numrat, por nuk është
nuk është vetëm me numrat, është me cilësinë e shërbimit si një udhtim, e themi ne. Pra që kur vjen edhe turisti huaj, por edhe turisti vendas, nuk duhet të ketë bariera për sa i përket pagesave dhe sistemit të pagesave digjitale. Por kjo ju thash është një mundësi e artë vetë për sipërmarrësit, sepse ata jo vetëm deklarohen, jo formalizohen, por ata rriten, bëhen të qëndrueshëm, bëhen kredibël për të marrë një kredi nesër pas nesër, për të aplikuar për diversifikimin e energjisë, për të marrë palete diellore. Pra në këtë fillojmë edhe impaktet sociale dhe ekonomike janë shumë të ndërthurura me njëra tjetrën. Më pas, në momentin që një biznes është familjar, ai mund të ketë aftësinë që të rritet edhe të shtojë dhe ekipin, të shtojë fuqinë punëtore për të rritur cilësinë edhe shërbimin edhe qëndrueshmërinë e atij lloji biznesi. Ndaj ka të bëjë vetëm me qëndrueshmërinë dhe me zhvillimin. Unë quhem Fabiola Duro, jam themeluese e Invest, është një entitet i cili ndërlidh të gjithë aktorët dhe pika kyçe fokale e të gjithë ndërveprimit ton është të lidhësh të gjithë institucionet qeveritare, agjensitë dhe të gjitha institucionet e varësisë me projekte konkrete, me incentive të cilat sipërmarrës të fuqishëm ndikojnë në ekosistemin dhe të cilat kanë impakt ekonomik dhe social.